inflacionin në Bashkimin Evropian. Sigurisht. Që e keni që kur kemi firmos mësa do të kemi problematika të jashtëzakonshme. Çfarë problematike është ato? Përveç asaj taksës së shtëpisë së dytë edhe të tretë. Do të vi patjetër, por shiko, për shemb, nëse më lejon të vazhdojmë këtë drejtimin e hedhjes paras. Ne fatkeqësisht domethënë edhe nëse ka një nga dështimet më madhore që flasim edhe në këtë moment për diasporën, për votën, është pikërisht sektori imobiliar. Ne në Shqipëria flas, jo vetëm 30 vite, po në veçantë këto 12 vite nuk arritëm të krijojmë një infrastrukturë alternative për kursimet e njerëzve, për depozitat. Dhe kur ne hedhim, nëse jemi që hedhim në grop, faktikisht është para flen, sepse ne nuk kemi një treg i cili financon me kredi si përmarrjen, prodhimin. Ky është problemi, që thotë sot në Shqipëri, nëse ke një kursim, zgjedhjet mundësitë për paguar përveç bonave thesarit janë pothuajse inekzistente. Pra, në 12 vite falimentimi më madhor që mund të jetë, që nuk e përmendim shpesh sigurisht, është pamundësia për të krijuar realisht një sistem që kapitalin e çon në prodhim, dhe prodhimi se vlerë tregshtuar krijon vendet puna, mirëqenie. Ne çu vetëm në beton. Ky beton immortalizohet dhe të presim kur të rritë dhe fillon pastaj zinxhiri pastrimit. Një moment i dytë që nuk flitet shpesh, që çodron tek sistemi financiar. Kur ti me një kredi krijon para. Është parim ABC. Unë vendos në depozit 10 lekë, ti jep kredi një ndërtuesi i shet, u krijuan 15 lekë me gjithë çmimin dhe u marr normën interesi, u krijuan nga 10, u mora 12 interesi, shitja secili e keni parasysh procesin ashtu. Në Shqipëri ndërtimi, duke qenë se jemi jashtë sistemit bankar, funksionon me clearing. Që do thotë, ne kemi me qindra mira sipërmarrës shqiptar, të cilët kanë kapital imobiliar që nuk e investojnë dot sepse i është në një apartament që pritet shitet në momentin X. Dhe kjo nuk krijon qarkullim dhe kjo mbi gjitha nuk rrit mirëqenien e përgjithshme. Pra ja një problem i dytë, jo vetëm nuk ka alternativë, por ne dhe bllokojmë ekonominë prodhuese, ato që janë nën kontrahuesit e të ndërtuesit, me clearingun, e cila më pas shkon tek momenti i tretë. Kam një pyetje këtu, ndalojmë këtu. Dhe do e filloj nga zoti Shkëmbi për të mbërritur te ju zoti Krahi. Si shfryhet Fllucka pa shkaktuar dramë sociale dhe kolaps ekonomik? Valla do të mblidhen sa burra të zgjuar. Po filloj